E di që ndoshta kjo letër nuk do të lexohet më njëherë, ndoshta do ta gjeni një ditë mes gjërave të mia. Përshëndetje të dashur ndjekës të mi. Sot pranë jush do të vi me rrëfimin e radhës, një rrëfim tepër emocional. Lotët e një nëne që sot rrjedhin më shumë se kur. Një nënë më ka sjellur një rrëfim të dhimbshëm në emailin tim dhe dëshironte që pikërisht në këtë ditë Bajrami unë ta ndaj këtë rrëfim me ju. Një pritje e gjatë, një moment i bukur që kësaj nëne do t'ja ndryshonte jetën në azil, por çuditërisht edhe sot nuk ndodhi. Domethënë mund të them me troç të gjithë gojen, kjo nënë është një nënë e haruar. Sot është Bajram. Një ditë që dikur e mbushte shtëpinë tonë me dritë. Të dashur bitë e mi. Me aromë ëmbëlsirash, me zëra të qeshur dhe me hapat që nuk pushonin kur. Sot këtu në dhomë të heshtur të azilit, kam vetëm kujtimet edhe një letër për ju. E nisa këtë mëngjes si gjithmonë, duke hapur sytë ngadalë dhe duke parë dritën që hynte përmes perdes së hollë. Një reze dielli që më preku fytyrën dhe për një moment mu duk sikur isha sërisht në shtëpinë tonë. Mu kujtuja si zgjoja fëmijët. Mu kujtoa si u zgjoja ju të dy. Duke ju ledhatuar flokët dhe duke ju thënë zgjohuni bitë e mi, sot është Bajram. Ju ankoheshit pak, por pastaj hidhnit batanien dhe vraponit drejt kuzhinës për të parë çfarë unë kisha përgatitur. Sa shumë përgatisja. Jo sepse duhej, por sepse zemra ime ishte plot dashuri për ju. Sot nuk përgatita asgjë. Nuk kam kuzhinën këtu. Vetëm një tavolinë të vogël dhe një filxhan çaj që u fto pa e pirë. Nuk kam as zhurmë, as hapa që vrapojnë e as trokitje në derë. Vetëm heshtje. E prisja sot. E prisja një trokitje, një telefonat, një përqafim, një gëzuar Bajrami nën, por dera ime mbeti e mbyllur. E di që jeta juaj është e ngarkuar, keni familjet tuaja, fëmijët tuaj, përgjegjësitë tuaja. E di që ndoshta mendoni se unë jam mirë këtu, që kujdesem për mua, që nuk më mungon asnjë gjë, por bitë e mi, më mungoni ju. Më mungon zëri juaj kur më thërisnit nën, më mungon mënyra si më përqafonit pa fjalë. Më mungon ndjenja që realisht dikush më pret, që dikush më ka në nevojë. A ju kujtohet kur ishit të vegjël edhe kur së mureshit? Si rija gjithë natën pranë jush, duke ju mbajtur dorën dhe duke u lutur që juve t'ju kaloni nethet. A ju kujtohet kur nuk kishim shumë, por unë gjithmonë sigurohesha që të mos ju të ndjenit mungesën. Ju jepja buzëqeshjen pafund edhe kur zemra ime ishte e lodhur. Nuk po ja u them këto për t'ju bërë të ndjeni keq, jo. Një nën nuk kërkon kur llogari nga fëmijët e saj. Një nën vetëm kujton edhe pret.
Sot kur dëgjova zërat e disa familjarëve që erdhën të vizitonin të moshuarit këtu, zemra më rau shumë fort. Çdo hap në korridor më dukej si juaj. Çdo derë që hapej më bënte të ngrihesha pak nga shtrati, me shpresën se ishit ju. Por nuk ishit. Ula përsëri dhe buzëqesha lehtë, që askush mos e kuptonte boshllokun që më mbushin brenda. Sepse edhe këtu, në këtë vend, mundohem që të jem e fortë, ashtu siç kam qenë gjithmonë për ju. Ndoshta nuk e dini, por çdo natë para se të fle, unë lutem për ju. Lutem që të jeni të shëndetshëm, që të jeni të lumtur, që të mos ju mungoj asnjë gjë. Nuk ka rëndësi nëse më telefononi apo jo. Zemra ime gjithmonë rreh për ju. Por sot doja vetëm një gjë të vogël. Një përqafim. Një përqafim që të më ngrohte shpirtin e që të më kujtonte se ende jam pjesë e jetës tuaj. Se ende jam nëna juaj, jo vetëm një kujtim i largët. E di që ndoshta kjo letër nuk do të lexohet më njëherë. Ndoshta do ta gjeni një ditë mes gjërave të mia. Ndoshta atëherë do të kuptoni se çfarë ndjen një nën kur mungojnë fëmijët e saj. Por mos u trishtoni kur ta lexoni. Nuk dua lot nga ju. Dua vetëm që të ndaleni për një moment dhe të mendoni. Për kohën që kalon. Për njerëzit që ju duan. Për përqafime që mund të jepen sot dhe jo nesër. Sepse nesër nuk është gjithmonë e sigurt. Unë jam ende këtu, ende ju pres. Dhe nëse nuk vini, unë do vazhdoj t'ju dua njësoj. Dashuria e një nëne nuk zvoglohet nga distanca, as në heshtja. Sot në këtë ditë Bajrami nuk mora as një përqafim nga ju, por në zemrën time ju përqafova të dy. Dhe kjo më mbajti gjallë edhe një ditë tjetër. Nëse ndonjëherë do të keni kohën, e jani. Nuk kam nevojë për dhurata. Nuk kam nevojë për fjalë të mëdha. Vetëm uluni pranë meje, më mbani dorën dhe më thoni nën. Kaq më mjafton. Me gjithë dashurinë që një zemër mund të mbaj. Nëna e juaj. Në fakt, kjo është letra që kjo nënë e dashur ka shkruar dhe unë do të apeloj tek të gjithë fëmijët që dhuroni dashuri tek nënat. Nënat janë emanet në këtë univers. Ajo u ka rritur, ju ka bërë që ju t'jeni të zotët e vetes, tani ajo ka më shumë nevojë se kur për ju.